Një person vrau djalin e Axhës për mosdakordimin rreth emërimit të një rruge në Prizren, ndërsa një 18 vjeçar u vra për mosmarrëveshje që lidhen me politikën në Gjakov. Këto ishin dy ngjarje që vetëm brenda një jave që tronditën vendin. Në total, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, vetëm për periudhën janar-qershor të këtij viti janë regjistruar 7 vrasje. Sipas sociologës Flaka Ymeri, sfidat sociale dhe ekonomike janë një nga shtyesit kryesor. Jem dëshmitar që shumica e tyre ndoshta për shkak të rrethonave socioekonomike, mosplotësimit nevojave personale, ndoshta edhe brenda për brenda familjes, atëherë rrugtimin cilin po e marrin ata po i çon edhe deri te konfliktet më të mëdha ku po përfshihen në këto vepra të rënda penale dhe përfshihen në vrasje. Ndër faktorët kryesor sipas saj mbetet edhe qasja e lehtë në armë. Kosova është dëshmuar që është shumë lehtë të qasshme në këto armë të paleje, qofshin ato armë të zjarrit apo armë të ftofta, dhe qasja e lehtë në këto rrugë cilat i përfshin në dukuri negative, kur të është e lehtë mas ne edhe vjen shumë lehtë deri te këto problematika. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë vitit të kaluar janë konfiskuar 1931 armë zjarri dhe 39.116 cop municion të kalibreve të ndryshme.